Thirrja një anë mos të shope dhe në anën tjetër ballafaqimi me një vit humbur, me mos zbatimin e rezultateve të 9 shkurtit, për herë të parë në Republikën tonë. Nuk është arrit një parti e parë për shkak mos bashkëpunimit, e refuzimit dhe kvalifikimet karshi partive politike, shoqërisë civile, qytetarëve, në veçanti mediave, të përfshi edhe sistemin e drejtësisë, gjykatëse, prokuror. Tregon qartë që është një kauze e humbur, por jo e dorëzuar nga lideri i vetëvendosur dhe partia e parë. Ballafaqim me realitet ri, i cili me çështjen e ri mundohet me ble zemra më shumë. Ky është ndryshim i çështjes, zoti Kurti gjithmonë ndryshon metodën, sjellje për jo në qëllim. Nuk besoj që duhet me lexu ndryshe, pas ndryshimi i çështjes për shkak ballafaqimit me realitetin e ri, por qëllimin asnjëherë zoti Kurti nuk e ndryshon.